Pamundësia për të shitur qumshin si pasojë e falimentimit të pjesës më të madhe të balxhove të zonës ka shtyrë fermerët e fshatit Bregas të dalin në një protestë duke bllokuar rrugën që lidh fshatrat e fushës së Korçës. Fermerët janë ankuar se kanë marrë kredi për të rritur biznesin e tyre, por nuk kanë mundësi ta shlyejnë atë për shkak të mungesës së shitjeve, ndërsa kanë paralajmëruar se do të bojkotojnë zgjedhjet e 25 qershorit. Kemi bërë një stallë moderne. Jemi në kredi i mbytur, nuk shitet asgjë këtu në neve. Ndaj protestat do vazhdoj deri në pafundësi. Asnjëri nuk vjen këtu të shikojë se ku është ardhma e fshatit. Votime nuk do ketë asnjëra. Deputet nuk njeh fare, s'kemi asnjë gjë të ardhur. Neve po shitë misër e grurë e blem të njëri tjetrit që kemi lopa e bakti. Shteti të vi, aty do shtrejmë unë i pari, do jem. Edhe ta mbaj fjalën. Është turp faqe zezë që na kanë lënë përmbrapa. Shteti këtu neve, jo që nuk po na përkra, po përkundrazi, po na detyron që neve të shesim baktit, po ky popull me çfarë bëroi? Po këta të rinj të tërë këtu, ai thot me të madhe që të rinj të mos largojnë nga veti. Si do rinj këta të rinj këtu? Unë kam dy dimë, thanë që ti bëja 8 flop, të merja me 50 kokë dhënë. Mora në kredi, ka me një kredi, ku do të shlyje unë i ziu tash? Jam kryetari i fshatit Bregas dhe kjo protest bëhet për arsye se po tallen me këta njerëz. Këtu bidon ujë, ta zotrin të shesin 500 lekë, në qoftë se 1 litër qumësh shitet 250 lekë. Kjo është një tallje që bëhet me këtë komunitet dhe asnjë prodhim nuk është shitur për këtë komunitet. Është e bllokuar çdo gjë, as misër, as grur, edhe nuk e ka çar kokën asnjëri që të vijë për këtë komunitet. Jemi të lënë fare pas dore. Jam një fermer nga fshati Bregas, kam punuar 15 vjet në Greqi edhe krijova një fermë të vogël. Bleva tokë, bleva 15 lop, i kam bler nga 2 milion lop. Qumshi nuk më shkon. Kam 6 muaj pa marr lekë. Kredi kam. 6 muaj kredi kam për të paguar. 7 muaj pa paguar, 7 milion lekë kam për të marrë. S'ka tjetri, ka djath për shitur, s'ka ai merr djath. Ku ta çoj unë? Ku ta çoj? Kam 2 djem të mëdhenj, i punsova vet. Si bëhet kjo punë? Ku është shteti, ku është deputeti? Deputeti s'ka shkelur, ujë s'kemi, e nxora vet ujin. U detyrova pagova 5 milion lekë nxora ujë. Ku është shteti? Në protestën e tyre, fermerët kanë kërkuar ndërhyrjen e strukturave shtetërore, subvencionimin e prodhimeve dhe luftën për konkurrencën e pandershme.